Shqiptarja Amarildo Vllazëria, ish kryetari i bashkisë së Morcelit në Belgjik, ra në prangat e policisë pasi doli në përgjigje të aplikacionit Sky ECC. Ai u arrestua të martën në lidhje me një hetim droge dhe më pas është liruar me kusht sipas mediave vendase. Detektivët nga FGP Antwerp mbastisën 5 vende të martën, duke përfshirë bashkinë e përkohshme në Mermin, zyrat e Morcel dhe adresat në Willik dhe Antwerp. 3 persona rreth 20-ave janë arrestuar, mes tyre dhe Amarildo Vllazëria, i cili është 27 vjeç. Ai do të bënte betimin si këshilltar bashkiak në qytetin e Morcel të martën në mbrëmje dhe do të zvendësonte Karo Abuto për 3 muaj. Të 3 dyshohet se ishin antarë të një organizate kriminale që ishte përfshirë në trafikun e kokainës nëpërmjet portit të Antwerpit në 2020 dhe 2021. Kjo duket nga mesazhet e deshifruara nga Sky ECC, ku diskutohet për importin e më shumë se 150 kg kokainë. Droga do të eksportohej edhe në vende të tjera, në automjete të pajisura me ndarje të fshehura. Flitet për importe nëpërmjet portit të Antwerpit, ku po rekrutohen edhe punëtorë të portit, thotë zëdhënësi i zyrës së prokurorit publik Christoph Aerts. Kishte gjithashtu plane për një platancion kanabisi në Morcel, shpjegon ai më tutje. Gjatë kontrolleve u gjetën mallra luksi, celular dhe 9.000 euro kesh. Sipas prokurorisë publike, ka të dhëna konkrete se Vllazëria është përfshirë në eksportin dhe transportin e lëndëve narkotike. Edhe të tjerët që u arrestuan të martën u liruan, ndërsa hetimi është ende në vazhdim. Sipas prokurorisë, Vllazëria ka qenë kryetari i Komitetit të Posaçëm të Shërbimeve Sociale, ish këshillit të bashkisë nga tetori 2023 deri në përfundim të mandatit të mëparshëm. Ai ka shërbyer edhe në Këshillin Policor të zonës së policisë Minos. Gjatë zgjedhjeve për Këshillin e Bashkisë në tetor 2024, Vllazëria nuk u zgjodh për një vend në Këshillin Bashkiak. Ai është ende antar i Komitetit Special të Shërbimeve Sociale. Hetimi më pas do të mund të sqarojë nëse shqiptari ka abuzuar me mandatin e tij në qytetin e Morcelit. Veprat e drogës dhe organizata kriminale në të cilën thuhet se ka qenë i përfshirë datojnë nga viti 2020 dhe 2021, kur ai ishte ende kryetar. Vllazëria është këshilltar në Morcel që nga viti 2018. Kryebashkiaku Michel Hubau i Morcelit dhe kryetarja e Komitetit Special Nadia Sauti nuk deshën të komentojnë mbi operacionin e policisë. Ne nuk jemi të përfshirë në hetim, tha kryebashkiaku.